Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me përgatit një turshi tjetër, shumë të shishme, që as nuk ju prishën, as nuk ju zbuten, edhe janë pa konservans, pa vinogran. Krejt që kanë nevojitën janë 2 kg me speca kështu të shkupit që janë të kuqe për ajvar që janë. I kemi pastru, ja u kemi hek forat brenda. 2 karrota, i kemi përzi me magdalez të fresk. 4 hudhra, i kemi ngri, kemi qeru. Një paqet kështu, me biber kokërci, 100 gram me sheqer, 100 gram me krep të trash, 100 ml me ufull 9%. Bismillah, fillojna me përgatitjen. E marrim një enë thellë, edhe i qesim karotat me magdalezën. Brenda, pra tek enë. Mandej shtojna ufullën 9%, pra 100 ml. Shtojna thelbet e 4 hudhrave, këto janë hudhrat ma të vogla, por janë ma të mira shumë, sidomos të bashkës. A keni pa në Gjermani për t'i bleni, që shbohen krejt si kurse bëjvjollëse. E morën tashti një paqet me biber kokër, mandej shtojna sheqerin, edhe shtojna kripën. I përzina gjithë ta përbes të bashkë. Tash i kemi përzi karrotat edhe krejt përbes që kemi hedhë brenda. Tash i marrim specat edhe secilë spec brenda kështu me lugë të gjellës. E mbushim nga karrotat dhe përbesit tjerë edhe e qesim brenda çdo spece. Pra, i renditim një enë ose llavar të madh. Secilë spec kështu pra qesim nga një lugë. Përzime karrota, biberzi, krep, sheqer, ufull. Edhe i palojna pra specat. Janë një recet pra shumë e mirë e specave, që i palojna mirë, ja qesim një pjatë për mi, edhe i ranojna me një shishe me ujë, edhe i lojna deri sa të palohen specat, mundin i mbrëmje pra, deri në mëngjes në lëmë, ashtu. I renditim me lavar. I kemi rendit pra të gjitha specat shtu, basi kemi mbush me karrota edhe me krejt përbersit në një lavar. Tash e morrim një pjatë katrore edhe ja qesim përmi pra specave. Po ashtu e morrim një tegull ose kavanaz ose një enë me ujë që është e mbushur edhe ja qesim përmi kështu me ranu specave edhe i lojna deri sa të palohen speca që të lishojnë edhe atë longun në vetë. Ta e më të shia me speca me lakna e shifli se që që kanë të shu longun bra, për atë arsye këmë thonë nuk e nërvoj një shtu asë gjo tjetër se kanë longun e vetë. I lojna pra që të palohen specat të mirë. Ta shte i shikujna specat pra, i kom lonë prej mëngjesit deri në mbrëmje të mbuluara edhe tegullën pra, se kavanozin për mi. E shikoni se si e kanë shu ta shte krejt longun e vetë specat. Pra këtë mos muni e përgadit edhe me dyfishu sa dëni jo me kilogram, me 10 kilogram, 20, 30, edhe qështu që i leni pra, ose prej mbrëmjes deri në sabat, ose prej mëngjes deri në mbrëmje. Tash e morim një kavanaz edhe i renditim specat. E shefni se si palohen kështu, edhe i renditim pra specat në kavanaz. Bohet një turshi fantastike që nuk e nervoj as mi shtu mo lëng, as kur gjohe që kanë lëngun e vetë, për shefni vetë pra. I renditim në kavanaz pra specat që tha palojna. I kemi palos edhe specat që për shefni pra në kavanaz tash e morim lëngun e shefni. Edhe ja qesim krejt brenda, pra në kavanaz i mbushim specat me lëng. E kemi mbushim e kavanozin me lëngun e specave, e mbyllim e kapak edhe i lojna pra specat në një vend të ftaftë në podrum, edhe në basi i kemi mbyllim, kemi lojnë bëllë, pas 2-3 javë mundin e pra me i konsumoh. Një recet e përsheshme, e shpejt përgatitje edhe nuk ju prishën, as nuk ju zbuten, as pak specat. Ju përshëndes për zëmërsisht, falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit. Ju them miru po fshim.